Është përuar sot në shkollën 3 dhjetori në Shkodër dhoma paraprofesionale, një hapësirë e re dedikuar nxënësve me aftësi ndryshe. Drejtoresha e shkollës 3 dhjetori Enkelejda Mata u shpreh se kjo hapësirë do të shërbejë në zhvillimin e aftësive paraprake dhe profesionale të nxënësve. Sot po bëjmë inaugurimin e dhomës përgatitjes paraprofesionale. Vetë ky emërtim tregon që kjo dhomë ka një funksion të tillë që t'i parapërgatis nxënësit për me marrë një profesion në të ardhmen. Nëpërmjet kësaj dhome ne do të identifikojmë, po themi, talentet, aftësitë e tyre të veçanta që kanë dhe do të fokusohuna për me i zhvillu ata. Ne në kurrikulën tonë kena edhe një lanë të tillë që quhet aftësim paraprofesional dhe kjo dhomë tashmë ishte e domosdoshme për zhvillimin e kësaj lane. Unë mendoj që në këtë dhomë nxënësit do të zhvillojnë aftësi të tilla si gatimi, kuzhina, si servirim, si çtrojmë tryezën, si ta servirim një ushqim. Gjithashtu do të zhvillojnë aftësi të tjera për sa i takon rrobaqepsisë, punës së dorës, por pse jo edhe talente në fushën e artit, pikturës. Drejtoresha didaktike e shkollës Marif Majlinda Gokaj u shpreh se ky projekt është 2 vjeçar dhe se vitin tjetër do të ndërtohet edhe kopshtaria për fëmijët. Projekti është një projekt mase i detajum, është një projekt që zgjat 2 vjet, sepse viti i parë është ndërtimi i dhomës paraprofesionale, ndërsa vitin tjetër do të ndërtojmë edhe pjesën e kopshtarisë, që është një pjesë prap e përgatitjes paraprofesionale. Pahet me vështirësinë si në buxhet, si edhe në caktimin e kohës, edhe limitin e kohës që pahet me, por mendoj që me resurset që pahet me kena bërë çmos që me arrit një sukses plot, edhe një dhomë që i realisht shkollës i duhet, një dhomë për këtë nxënës. Drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër, Brisela Kadia, vlerësoi nismen e të rinjve që ndihmuan në ndërtimin e dhomës paraprofesionale. Kjo dhomë shërben që këto të dallohen dhe të aftësohen pastaj për pjesën e gjimnazit dhe sigurisht që t'jenë të aftë pastaj edhe për jetën, sepse qëllimi i shkollës kjo është. Vlen të falenderohet shumë prindrit dhe nxënësit, sepse ky është një investim që është bërë nga prindrit, por e gjitha kjo sallë është e lyer, e rregulluar, e restauruar nga vetë nxënësit së bashku me mësuesit mbështetës që kanë bërë këtë investim. Dhoma paraprofesionale nga nxënësit e gjimnazit në Shkodër do të shërbejë si mjet konkret duke u dhënë mundësi nxënësve me aftësi ndryshe që të mësojnë përmes praktikës.